Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të kenë vetëm 3 ditë në kohë paqe dhe 6 orë në rast të emergjence për të lejuar trupat dhe pajisjet e tjera ushtarake evropiane që të kalojnë kufit e tyre. Është ky propozim i ri për Schengenin ushtarak nga Komisioni Evropian, i projektuar për të përmirësuar ndjeshëm lëvizshmërinë ushtarake në të gjithë bllokun. Sot për të lëvizur pajisje ushtarake dhe trupa nga le të themi perëndimi në lindje për fat të keq duhen muaj, tha Apostolos Tzitsikostas, komisioneri evropian për transportin dhe turizmin e qëndrueshëm. Ajo që duam të bëjmë është që ta bëjmë të ndotë brenda disa ditësh, u shpreh ai. Nuk mund ta mbrosh një kontinent të gjithë nëse nuk mund të lëvizësh nëpër të, është shumë e qartë. Pra ne po krijojmë këtë Schengen ushtarak, tha ai në një konferencë për shtyp. E ashtu quajtura paketa e lëvizshmërisë ushtarake u prezantua zyrtarisht të mërkurën dhe është e fundit në një seri planesh të publikuara nga Komisioni Evropian që nga fillimi i vitit për të forcuar ndjeshëm mbrojtjen e BE-s para fundit të dekadës, deri në të cilën kohë disa agjenci inteligjence besojnë se Rusia mund të ketë mjetet për të sulmuar një vend tjetër evropian dhe antar të NATO-s. Një nga masat kryesore do të jetë për shpejtimi i lejeve për lëvizshmërinë ushtarake ndërkufitare. Aktualisht, rregullat në të 27 shtetet anëtare nuk janë të harmonizuara, me disa vende që kërkojnë javë për t'u përgjigjur një kërkese nga një vend tjetër i BE-s, në mënyrë që të lëvizin trupat ose pajisjet në tokën e tyre. Komisioni Evropian dëshiron që kjo të reduktohet në një maksimum prej 3 ditësh në kohë paqeje dhe në vetëm 6 orë në kohë emergjencash, me supozimin se do të jepet në rastin e dytë. Plani parashikon një sistem të ri reagimi të përmirësuar të lëvizshmërisë ushtarake evropiane, të modeluar sipas mekanizmit të mbrojtjes civile të BE-s, i cili u mundson shteteve anëtare të sigurojnë shpejt ndihmë kur përballen me fatkeqësi natyrore ose të shkaktuara nga dora e njeriut.